Misioni OSBE ODIHR ka nisur zyrtarisht punën për monitorimin e procesit zgjedhor në Shqipëri. Kryeministri Mision Lamberto Zejner gjatë konferencës për mediat në Tiranë bëri me dije se për monitorimin e procesit zgjedhor të 11 maj do të angazhohen 300 vëzhgues afat shkurtër dhe 26 vëzhgues afat gjatë, që do të shpërndahet në 12 qarqet në Shqipëri. Sot hapim zyrtarisht misionin e vëzhgimit të zgjedhjeve të OSBE ODIHR. Për ditën e zgjedhjeve do të kërkojmë 300 mbikëqyrës afat shkurtër që do të vinë në Shqipëri pak para zgjedhjeve. Në ditën e zgjedhjeve do të ketë një kompetent më të gjerë, vëzhgues nga Asambleja Parlamentare OSBE, Asambleja Parlamentare e KIE dhe Parlamenti Evropian. Qëllimi i këtij misioni do të jetë vlerësimi i kryerjes së këtij procesi, nëse do të jenë në përputhje me angazhimet e Shqipërisë ndaj OSBE-s dhe detyrimeve të tjera të Shqipërisë, si dhe përputhje me legjislacionin vendas. Sipas Zejner, vëzhgimi i OSBE-s do të shtrihet në të gjitha aspektet nga kuadri ligjor, fushata elektorale, mbulim mediatik dhe puna administratës zgjedhore në të gjitha nivelet. Zejner theksoi se në një vëmendje të veçantë do të kushtohet edhe zbatimit të rekomandimeve të dhëna nga ODIHR në proceset e mëparshme zgjedhore, si dhe monitorimit të fushatës në rrjetet sociale. Do të monitorojmë nga afër të gjitha aspektet e zgjedhjeve, si kuadri ligjor, zbatimi i fushatës dhe në rrjetet sociale, puna e administratës zgjedhore në të gjitha nivelet, mosmarrveshjet dhe mbulimi mediatik në përgjithësi. Si pjesë e këtij procesi do të jenë edhe takime me përfaqësues të shtetit, partive politike, shoqërisë civile, medias dhe faktorit ndërkombëtar. Një ditë pas zgjedhjeve OSBE ODIHR do të publikojë një raport paraprak me gjatë zgjedhjeve kryesore të procesit, ndërsa raporti përfundimtar me një vlerësim të detajuar të zgjedhjeve pritet të publikohet disa javë më pas. Një ditë pas zgjedhjeve do të kemi gjetjet dhe përfundimet paraprake të misionit që do të prezantohen ditën pas zgjedhjeve dhe në fund një vlerësim në tërësi të gjithë procesit të zgjedhjeve që do të bëhet me raportin përfundimtar. Monitorimi OSBE ODIHR do të zhvijojë deri në fund të procesit zgjedhor.